për të paraqitur para medjave dhe opinionit publik shqiptar një nga aferat në të pandigjuara, afera që te kaloj çdo lloj imagjinate, por natyrisht jo në narkoshtetin e Edi Rams, në familjarët e tij, bëmat e tyre. Tashmë janë bërë të njohura për publikun. Pasioni i çmendur i Olsi Rams për lojrat e fatit. Pasioni i tij i çmendur për call centrat. Pra, për të gjitha mënyrat e plaçkitjes qytetarëve i pangopur. E vërteta është, siç e kam deklaruar, dhe siç është faktur, lidhja e tij me grupin e Xibraks është një ndër lidhjet më kriminale që mund të ketë njeri. Sot këtu ju do ndëgjoni edhe njerë kthehet në skenë ajo që dikur unë e kam quajtur kulla Kristaq Rama, apo kulla e Era Albania. Në atë kohë, ne kemi denoncuar ndërtimin e saj, por siç thot populli, darra e ka bishtin mrapa. Aq sa është e paligjshme kulla, po aq e paligjshëm është aktiviteti i saj dhe shtrimi i dhënia e licencës për kazino, me dokumenta personave që s'mund ta mirrin kurrë, po të mos ishin prestonome i Olsi Rams. Ndaj edhe unë juftoj ju të ndiqni ekspozen e një investigimit të hollësishëm që zoti Belin Klliçi dhe grupi i ekspertëve tanë kanë bërë për një aferë, thash dhe një herë, që te kalon çdo lloj imagjinate. Zoti Klliçi. Atëherë, sot do të përmbledh shkurtimisht këtë aferë që lidhet me licencën e dhënë për